Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi si gjithmonë me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Ka patur në fakt pyetje të shumta dhe një interesim jashtëzakonisht të madh përse u largua nga muzika artisti i madh Flor Mumajesi, personazhi që në fakt ndërtoi gjithë ato hite, personazhi që solli në skenë gjithë ato hite dhe personazhi që bëri për vete të gjithë audiencën shqiptare. Domethënë Flor Mumajesi ka qenë kryefjala e të gjithë shqiptarëve me këngët e bukura që ka kënduar edhe ka sjellur. Sot dua të komentoj rreth lajmeve në fakt të cilat qarkullojnë për Flor Mumajesin, arsyeja pse Flori u largua nga puna e tij dhe arsyeja pse Flori u largua nga biznesi i cili bënte. Fillimisht një herë, si lajmi i parë, si thashë themi parë në fakt që ka dalë, Flori u largua shkaku i dështimit të bashkëpunëtorëve të tij. Do me thënë bashkëpunëtorët e Florit dështuan në këtë drejtim dhe Flori u largua nga biznesi që bënte. Zhgënjimi që përjetoi nga bashkëpunëtorët, lufta me bashkëpunëtorët e bën që Flori domethënë të largohej nga ky biznes. Tani për çfarë bashkëpunëtorësh bëhet fjalë? Ka shumë hamencime, Klajdi Aruni, Bruno, por unë me sa e di nuk është se kanë qenë kaq bashkëpunëtor të thellë, domethënë të Florit, mund të jetë gjithçka tjetër, edhe përfshirë në këto kompanitë të cilat marrin të drejtat e monetizimit, e lançimit të këngëve, pasi që Flori hoqi gjithçka nga rrjetet sociale dhe kjo u ngrit në fakt si një dyshim se pse hoqi këngët. Dhe nga ana tjetër, dyshimet e shumta bëhen për Elvana Gjatën, raporti i Florit me Elvanën, Florit me Elvanën e bëri që Flori të largohet gjithmonë nga muzika. Mbaj mend unë një story që Flor Mumajesi kishte hedhur në Instagramin e tij, ku domethënë dëgjohej zëri Elvana Gjatës në një bisedë që ato bënin të dy. Ndoshta kjo ishte edhe me kastile nga ana e Florit si një punë hakmarrje, por domethënë nuk është se pati ndonjë shpjegim për këtë gjë. Dhe pika e tretë e largimit të Florit nga skena muzikore është ajo edhe më e dhimbshmja që unë në fakt dua që këto të mos jenë të vërteta, por domethënë janë burime që kanë dalë nga gazeta Kosovarja. Thuhet që Flori, ashtu siç citohej në fakt edhe në këtë gazetë, ka probleme me mëlçin. Domethënë problemet e tij me mëlçin e kanë sill situatën deri në këtë stad që Flori të largohet nga skena muzikore. Unë uroj me zemër që të bëhet rikthimi i Flor Mumajesit, ka qenë një artist me shumë vlera. Ka qenë një artist i cili na ka treguar që bota është e bukur kur arti është mes saj dhe ka qenë një artist që na ka bërë që ne vërtet të ndjehemi mirë me të. Dua të marr mendimin tuaj.